Kuvendi i Kosovës pas zgjedhjeve të reja të 9 shkurtit ka mbajtur 3 seanca parlamentare me deputetet e rinj. Në seancën e parë dështoi verifikimi i mandatit të deputetëve, në seancën e dytë dështoi konstituimi i kuvendit dhe në të tretën, kur u propozua nga vetëvendosje, si kryetare e parlamentit Albulena Haxhiu, dështoi zgjedhja e saj. Fillimisht ishte përmendur emri i kreut të nismës Fatmir Limaj për këtë pozitë, mirëpo në seancën e fundit ishte Haxhiu ajo që u propozua dhe që u refuzua nga opozita në vazhdimsi më pas. Propozimi që ajo të marrë postin e kryeparlamentares mori votat e lëvizjes vetëvendosje të gjithë deputetëve të pakicave jo serbe, përveç Duda Baljes dhe Veton Berishës. Pro zgjedhjes së Haxhiut si kryeparlamentare votoi edhe Nenad Rashiq. Kundër zgjedhjes së Haxhiut votuan deputetët e zgjedhur të LDK-s, ndërsa ata të nismës socialdemokrate abstenuan. Sa kaq PDK-ja, Lista Serbe dhe disa deputetë të AK-s nuk morën pjesë fare në votim. Kreu i AK-s, Ramush Haradinaj, e lëshoi sallën para se të niste ky proces. Lidhur me dështimin e zgjedhjes së Albulena Haxhiut si kryeparlamentare, ka folur profesori dhe juristi Blerim Burjani. Ai ka theksuar se ajo është e padëshiruar nga opozita dhe për këtë arsye nuk i ka marrë 61 votat. Ajo është absolute padëshiruar nga opozita, sjelljet e saj të vrashta ka bërë që mos të ketë gjasa minimale që t'i marrë 61 vota. Disa deputet për shkak të saj nuk e kanë votuar, përderisa LDK e humbën si mundësi koalicioni me fyerje jo normale dhe jo njerëzore. Kjo ka bërë që LDK-ja të revoltohet. Mendoj se LDK po e luan lojën shumë politike, as nuk e do me pas punë me PDK-n, as qeveri për të bërë me opozitën skandaloze të PDK-s dhe AK-s, si përfitues shumë vjeçar. Pra po vjen LDK-ja duke u kthjell politikisht. S'ka më biznes me ata që i kanë bërë dëm shumë shtetit. PDK dhe AK ende kanë probleme me imazhin, edhe pse PDK-ja mori kësaj here 20%, por kjo nuk i garanton në të ardhmen më shumë, vlerëson profesor Burjani. Ai potensoi se është e çuditshme pse nuk ka kandiduar sërish Glauko Njufca, pasi thotë se ai do t'i merrte votat për këtë pozitë. Çudi është pse Glauki nuk u kandidu. Besoj se më le do t'i merrte votat e opozitës, për shkak se edhe ashtu VV si takon kryeparlamentari. Gabimi ishte i vetëvendosjes. 2 herë kishte kandiduar të njëjtën, e nëse nuk t'i jepnin votat herën e parë asnjëherë si merr, vlerëson analisti. Për këtë çështje ka folur edhe analistja politike Makbule Shkodra. Ajo është treguar kritike sepse po zvarritet konstituimi i kuvendit dhe kërkon nga lëvizja vetëvendosje të veprojë sipas ligjit. Sa i përket zgjatjes së procedurave të tjera, mendoj se opozita po kërkon zbatimin e ligjit, po kërkon dorëheqjen individuale të secilit, kryeministrit dhe ministrave, dhe nuk dëshiron të bëjë shkelje ligjore. Edhe në anën tjetër nuk e kuptoi lëvizjen vetëvendosje pse e ka kaq të vështirë që të dorëzohet, në mënyrën si e kërkon ligji dhe jo opozita, në mënyrë që të mos kemi zvarritje, por konstituim të kuvendit të Kosovës, thekson ajo. Derisa ishte lakuar emri i Fatmir Limajt, analistja Shkodra tregon se një marrëveshje ndërmjet Kurtit dhe Limaj ekziston në parim, mirë por që ende po mbahet sekret. Ajo tregohet kritike ndaj Limajt, pse nuk po tregohet ai transparent me publikun, sikur kur tregoi qendrimet e nismës. Fatmir Limaj në herën e parë kur u tentua konstituimi i kuvendit të Kosovës, u raportua se 3 deputetët e nismës, përfshirë edhe Limajn, kanë votuar për atë raport për verifikim të mandateve. Kjo tregon se ka një marrëveshje ndërmjet Albin Kurtit dhe Fatmir Limajt, por kritika ime për Limajn është se pse po e mban sekret këtë marrëveshje, pse nuk është transparent me publikun, ashtu siç u bë transparent një ditë pas zgjedhjeve, atëherë kur doli në një televizion dhe tregoi qëndrimet e nismës socialdemokrate, dhe duhet të bënte të njëjtën gjë edhe tani, thekson Shkodra.